çdo mjet financiar i besimtarëve administrohet në mënyrë të ligjshme dhe ne si Këshill nuk do të lejojmë asnjë keqpërdorim të fondeve apo dëmtim të interesave të besimtarëve tanë. Për shkak të dyshimeve të bazuara për shkelje ligjore nga ana e ish-arkatarit Rexha, Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës ka ndërmarrë hapat procedural. Padinë civile për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga veprimet e dyshuara të ish-arkatarit Bahri Rexha, bazuar në provat përkatëse, si dhe kallëzim penal pranë prokurorisë për veprat penale të dyshuara që kanë rezultuar nga veprimet e tij. Këshilli i Bashkisë Islame i Prishtinës fton organet kompetente, përfshirë prokurorinë e shtetit, që të trajtojnë këtë çështje me seriozitet dhe profesionalizëm, në mënyrë që e vërteta të dalë në pah dhe të merren masat ligjore të nevojshme ndaj çdo shkeljeje të konstatuar. Në përmbyllje të kësaj, ritheksojmë se çdo deklaratë e bërë nga ish-arkatari Rexha është e pabasuar dhe nuk mbështetet në asnjë provë ligjore. Këshilli i Bashkisë Islame mbetet i përkushtuar ndaj transparencës, mbrojtjes së interesave të besimtarëve dhe respektimit të ligjit. Me respekt, Këshilli i Bashkisë Islame Prishtinë. Siç e tha dhe përfaqësuesi i Këshillit, ideja pse është organizuar kjo konferencë ka qenë njoftimi i besimtarëve, duke qenë se personi i cili dyshohet që ka keqpërdorur ka shfrytzuar një kohë dhe akuzat e cilat lidhen edhe me aktivitetin edhe me aspektet e besimtarëve. Prandaj i vetmi qëllimi i kësaj konference ka të bëjë me njoftimin që Këshilli i siguron gjithë besimtarët që nuk ka asnjë lloj keqpërdorimi nga të njëjtët, por ai që dyshohet që është keqpërdorues, ndaj tij janë paraqitur, siç e deklaroi i nderuari Sejdiu, edhe padia dhe kallëzimi penal, për të cilat i kemi ndarë në kupje nëse veç media ju interesojnë për mbajtja e tyre. Ju e shihni para meje edhe një folder i cili ka fatura dhe fledërgesa të cilat s'kan qenë të nënshura nga kryetari, por vetëm nga zotëri Rexha, për të cilat i vetmi ai ka qenë i autorizuar në pranë bankave. Që nënkupton që asgjë s'ka qenë dijeninë e Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës, por vetëm zotëri Rexha, sepse i vetmi ai ka qenë i autorizuar për tërheqjet e parave. Së dyti, në atë që kemi pa dje, është konstatuar apo është thënë edhe fakti që ka pas tërheqje të mjeteve apo dhënie të mjeteve. Realisht ne kemi thënë edhe për atë emision që është publikuar që kanë qenë 2 tërheqje që i ka bërë zotëri Rexha 19.000 dhe 17.000 euro dhe nuk dihet ku i ka qenë. Për të gjitha këtu është njoftuar prokuroria dhe prokuroria është duke zhvilluar hetimet. Së treti, ju keni pa disa kompani të cilat kanë qenë të dëmtuara nën arsyeën e mbulesës nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës, e që janë sqaruar mjaftueshëm edhe në emisionin, por ne kemi ftuar edhe prokurorinë përmes kallëzimit penal që të bëhet hetimi i të gjitha hyrje-daljeve në kuptimin e furnizimeve, nëse janë bërë ose nuk janë bërë në kohën që po dyshohet, edhe kohë para asaj, sepse i njëjti ka afër 8 vite që ka punuar në këtë institucion, si rezultat i cilit edhe është ndërtuar besimi në raport me të njëjtin. Këto janë kryesisht ato për cilat ne do të flasim normalisht, me që jemi përcaktuar ne të do të japim përgjigje për atë sa dim, nëse këtë të ketë pyetje për secilën çështje, por deklarimet për tërheqje, dhënie kesh apo për përdorimet të nafte të tjera, ne i kemi pa në prizmin e tentativës për të mbrojtur nga i njëjti në raport me ato për cilat ne i kemi paraqitur edhe në kallëzim penal edhe në padi, e që është në tërësi një folder i tillë. Kështu që e tëra për informim të besimtarëve në raport me faktin që s'ka asnjë lloj shkelje përveç atyre që ne i kemi paraqitur me kallëzimin penal.